Shtimi i prurjeve ujore të lumit Buna gjatë 24 orëve të fundit është reflektuar dhe me rritjen e nivelit të ujit në Dajç. Konkretisht tek Aurelat e Shirqit në nisje të rrugës drejt Daragjatit, niveli i ujit është rritur me të paktën 30 cm. Si pasojë, qarkullimi i automjeteve është i pamundur pasi largjësia e ujit ka arritur mbi 1 metër, theksojnë banorët. Një ditë më parë niveli i ujit në këtë pikë ishte 50 deri në 70 cm. Kjo rritje ka ndodhur si pasojë e prurjeve të shtuara të lumit Buna, të shkaktuara nga shkarkimet të ujit të hidrocentralit të Vau të Dejes. Blokume është. Edhe Taragjati do të kenë ujë, po kështu si Shirqi nuk ka, ma mërmenja, po ujë ka. Edhe Taragjati ka ujë. Sa zona e ujit bregut Bunës Taragjati. Këto me qa kopë të jenë 1 metër. Edhe 1 metër gjysmë mund jetë, për 1 metër është. Ky nivel si ka sot, inshallah na nimon Zoti të tonëve sa rrezik me na art është me na hill dhe mrend. Se kneta ka ujë shumë, prej të ura e fundit e treta ka ujë shumë. Kur me bamera i shiron, inshallah na nimon, me bamera i shi, atëherë më na krejtësisht. Unë një lopë kam pasë kam qënë suka të Dajqit, po sa me pështu në kuptimin e fjasë e shabat zizjan të kështu, dini malizet. Në rrasë se ka i të kotas janë sëtë pështojmë, në rrasë se ka i të kotas, në rrasë se bëjnë një punë të keqe, na kanë mëtë si në 2010-ën, shpërthejnë hidrocentrale atjet lumë, se ta kjajnë ditën në natën, e kuptën më habetin. Nuk e di se qa bënë, unë e di se janë shtu. Në rrasë se bëjnë një shtu në mesin, me të shu natën ujtë. Në rrasë se bëjnë një shalë një më në zoti, ne edhe ta. Për mos me bandë punë, me thënë drejtën e shpjetit. Apo të më në 2010 s'ta ka pështu asi sen, asi filxan të kafi s'ta ka pështu në 2010, një shala s'ba të e punë. Kjo pikë për banorët e Dajqit është treguesi kryesor i rrezikut të përmbytjeve pasi ngjarritja ose jo niveli të ujit këtu varet dhe zgjerimi i përmbytjeve në zonë. Me nivelin aktual ku uji arrin mbi 1 metër, qarkullimi drejt Daragjatit është i pamundur dhe kalimi bëhet vetëm nga rruga Shkodër-Velipoj. Sipas banorëve është shumë e rëndësishme që shkarkimi të mbahet në kontroll, pasi një rritje e mëtejshme do të zgjerojë sipërfaqen e përmbytjeve të Dajqit.